freskët. Shumë shpesh e ke thonë në emision që produktet e Byllmetit, në përgjithësi qumshti, djathi, kosti, kefiri, jogurt janë shnetshëm edhe duhet me qenë pjesë e menys tonë, po edhe djathi mozzarella është një prej atyre që rekomandohet me qenë pjesë. Po, për arsye se ka sasi shumë atë vogël të yndyrës, edhe ka pak kalori. Edhe s'ka krep. Po, edhe s'ka krep. Pizza Lena e donë. Kjo është shumë e madhe, që edhe sasia e kripës është shumë e vogël, bile, një ndër që është më rëndësi me cek është që ka shumë pak laktozë. Është më i tratshëm, është më i pranueshme te fëmijët. Me fillu në recetat e para kur shtojmë produktet e Byllmetit te fëmijët, është shumë e mirë së ardhur mozzarella. Për këtë arsye zgjedha me shtu edhe në këtë recet, për shkak që din edhe mushkëri, edhe me jep atë përshtypjen e kaçkavallit, se normal që fëmijët e mësojnë picën. Me kaçkavall. Edhe me jep atë përshtypjen që është kaçkavall, se nëse kishim shtu një djath për shembull të shtëpisë, klopës që e përgatisim vetë, ose nëse kishim shtu djathin peta, çfarë do lloj djathi tjetër nuk arrin njëjtë mushkëri që me pasat konsistencën, kështu që në këtë rast e bëjmë disa truke të vogla ose gjeste të vogla që normal që edhe fëmijëve japim mundësinë me përdorë si ushqim.